Njeriu që nuk duhej të vdiste kurrë, Shqipëria dhe regjimi i Enver Hoxhës, është libri i shkrimtarit italian Giovanni Verga, i promovuar në Shkodër. Ky libër flet për regjimin diktatorial për 45 vite në Shqipëri. Non penso di dovermi dilungare poi così tanto. Ky libër nuk sjell një histori, por disa të tilla. Unë nuk jam një historian dhe kjo që kam shkruar është krejt ndryshe nga ajo çfarë jam mësuar të bëj. Vështirësia ka qëndruar që duke qenë italian nuk e kam përjetuar një regjim të tillë kaq të egër. Avantazhi është se këto histori i kam trajtuar krejtësisht i pandikuar nga aspekti emotiv i ngjarjeve. E ha proprio colto lo spirito di questo libro, cioè il fatto di dover raccontare delle storie. Pedagogja historisë Nertila Larja dhe Filip Goraziu nga shoqata ishte përndjekurve në Shkodër shprehen se kjo vepër autorit italian duhet të shërbejë edhe brezit të ri. Konteksti historik i veprës është periudha e regjimit komunist në Shqipëri që zgjati nga fundi i luftës dytë botërore deri në vitin 1991 me një përqendrim të veçantë në kohën e sundimit të Enver Hoxhës. Kjo periudhë karakterizohet nga një diktaturë totalitariste, marksiste-leniniste, e cila u shua për izolimin ekstrem të vendit, shtypjen e egër të mendimit ndryshe dhe kultin e tepruar të liderit. Është e kuptueshme që sot mas 35 vjetëve të vetëshemjes së diktaturës komuniste, brezi i ri që leu në fundin e vjetëve 80 e mrapa, nuk e ka të lehtë perceptimin real të asaj që ishte e të asaj që ndodhi në Shqipëri gjatë periudhës së diktaturës komuniste të Enver Hoxhës. Vepra letrare, l'uomo che non doveva mai morire, l'Albania e regjimit di Enver Hoxha, e shkrimtarit Giovanni Verga, kjo në dy aspekte. Së parit, për edukimin e brezit të ri shqiptar me kujtesën historike të krimit komunist enverist, në mënyrë që ai sistem diktatorial mos të përsëritet kurrë. Dhe së dytit, libri i shkruar italisht për popullin italian indirekt ndihmon në thëllimin e njohjes reciproke ndërmjet dy popujve. Promovimi i librit Njeriu që nuk duhej të vdiste kurrë, Shqipëria dhe regjimi i Enver Hoxhës organizua me iniciativën e shoqatës së ishte përndjekurve në Shkodër.